Ka dëshmuar në gjykatën themelore në Prishtinë personi i parë të cilin Naim Murseli e kontaktoi pasi u realizua vrasja e gruas së tij, Liridona Ademajt, të cilën akuzohet se organizoi në nëntor të 2023-s. Valon Luka, i cili është dëshmitari i prokurorisë, tha se Murseli e ka kontaktuar përmes telefonit dhe mesazheve për t'i treguar për rastin në natën kritike. Me një numër në fund është 417, ku më ka dërguar edhe mesazh, dhe pastaj unë s'e kom lajmëruar, sepse nuk e kom njoft numrin, edhe isha te komshita të shkum për të najt, saktësisht 8:32 minuta, me mesazhin urgjent, çele urgjent Naimu. Kur i kam shkruar, më fal, cili Naim, jam me musafir. Murselo, kur kom pyet cili Naim, Murselo, urgjent, një shkrim jo i qartë, ka dash me shkruar urgjent, pastaj o Valon na kanë vra. Ai tha se aty ka takuar edhe familjarët e Liridona Ademajt. Pyetje dëshmitarit i parashtroi vëllai i së ndjerës dhe kërkoi nga dëshmitari të përgjigjet shkurtimisht. Unë kam vetëm 2 pyetje. Dhe mundësisht me përgjigjesh me po ose jo. Pasi kemi ndajt bashkë në stacionin e policisë me Dragotan, ju keni deklaruar se keni shkuar së bashku me Naimin për në Sves. A njeni personin e tretë i cili ishte me juve? Jo. E pyetje parashtroi edhe i akuzuari kryesor Naim Murseli. Dëshmitari Luka tha se e kishte parë të akuzuarin Murseli të shqetësuar në natën kritike. Përveç Lukës, para trupit gjykues ishte paraparë të dëshmonte edhe babai të akuzuarit Murseli, Shaban Murseli, por sipas gjykatës ai ka deklaruar se nuk do të paraqitet në seancë dhe mbetet prapa deklarimeve të mëhershme. Dëshmin para trupit gjykues e dhan edhe 3 dëshmitar të tjerë, Aurel Pajaziti, i cili i dha me qira veturën të akuzuarit Granit Plava, tha se bashkë me të ka qenë edhe një person tjetër i panjohur. Kur kanë ardhur makinën Range Rover u fantozit Granit Plava, pastaj pasi ka marrë makinën Saad Excel, personi që ka qenë pasazher ka vozit makinën të Range Rover. Për këtë, avokati zëvendësues i palës së dëmtuar Lotrem Himaj kërkoi që dëshmitari Pajaziti të shohë nëse personi i panjohur është prezent në sallën e gjykimit. Kjo u kundërshtua nga mbrojtja e akuzuarve, por u aprovua nga trupi gjykues. A mund të ktheheni nga solla dhe të shikoni me radhë dhe nëse ju kujtohet personi i cili ka vozitur atë veturën Range Rover. Atë person nuk e shoh, nuk është. Naim Murseli, Granit Plava dhe Kushtrim Kokalla akuzohen për vrasjen e Liridona Ademajt në nëntor të vitit 2023. Fillimisht u raportua për vrasje si pasojë e grabitjes, e më pas prokuroria bëri të ditur se gjithçka ishte in skenim.